fakti që për shembull një lider të ish lëvizjeve demokratike të fillimit të viteve 90 në gjithë Evropën nuk e gjen një njeri tjetër. Kanë dalë jashtë politike. Berisha ka atë mënyrën organizative, ka atë karizmën e vet, por duhet elektorati gri. 180.000 vota i kanë humb PD-s. 35 i kanë humb PS-s. Më pak votues kanë dalë për të votuar për motivet ndryshme. Këta janë ata që bëjnë ndryshimin. E një pjesë e këtyre, rreth 190.000 i kanë marrë partitë e vogla, po për shkak të ligjit elektoral ato s'ngërejnë pesh. Përfitoro për shembull një furrë buke që shet të njëjtën bukë gjithmonë. A shkon me blej njeriu aty? Përfitoro një dyqan tjetër, ndoshta edhe më i vogël, po ka disa lloje. Njeriu shkon aty, apo jo? Po, shef të ren, shef për përpara. Shikon një farë ndryshimi, edhe një farë shije, sepse edhe politika, edhe demokracia, shije personale. Po. Ajo rrugë, domethënë, e kultivimit unit, domethënë, unë jam, edhe nuk ma zën veni njeri, nuk shkon ma në politikën shqiptare. Apo jo? Tashi këto ishin këto tjerë që u ndanë, copa, thanë, unë kam thënë për mendimin tim, ajo pjesa e rrugës foltores ishte një rrugë e mirë. Se ishte një ballafaqim drejt për drejt. Sepse politika në Shqipëri nuk bën dëgjes me popullin. Po. Pra, vjen ata merr votën pa kollare, si e vën ai kollaren, ta vën edhe ty kollaren. Për shembull, po ta marrësh edhe në Kosovë, janë bërë zgjedhje 7-18 herë nuk arrin, pse nuk shkoni ke populli kaq që ta ka dhënë votën? Ose të vim te këtu për shembull, e njëjta kundërshtim, domethënë vjen keq, e opozitës është që nesër do bëjmë demonstratën më të madhe. Unë kam qyt një turp atë. Po turp. Unë kam qyt një turp atë që vinë elitaret e botës aty. Në fund fundit ato këto avantazhet e tyre do t'i marrë Shqipëria, më nuk do t'i marrë partia në pushtet. Nga ana tjetër, është ambicme. Rama i kishte planifiku përpara këtë samiti, përpara edhe atë Giro d'Italia, garan ciklistike, dhe ishte, besoj, i sigur që do të arrinte këtë fitore, se ndryshe s'kishte se t'i përgatiste nëse do të mendonte që mund të... Po ta bante për kredite veta, ai do të kishte arrit qëllimit me i bë përpara, për t'i dhënë kredite vete. Por nuk i ka bë përpara, i ka bë mrapa, dhe për këtë duhet me njoh, shikomor, duhet me llogarit shumë mirë më atë kundërshtarin që ke. Mja ditë të gjitha me studiu shumë mirë, sepse ndoshta edhe në thojza dhe prej armikut do të fiton. Konica ja dolën prapa ty. Fiton, nuk e fitesë. Në fundit edhe ato për shqiptar janë më burr. Po si më shku kaq egër, sepse në rast se për shembull të marrim këtë, që Edi Rama, Partia Socialiste i ka pas sigur 800.000 vota. Del në fushatë, s'del në fushatë. Edhe Partia Demokratike 500.000 vota. Po mirë, tani, nëse ne do të bëjmë kundërshtim, unë jam dakord se demonstratë do të bësh, po jo me bë, a mund t'i nxjerrim ne 450.000 shqiptarë në shesh? Mund t'i nxjerrim? Në qoftë që i nxjerrin 450.000, do të paralizosh jetën dhe do të dërosh me bën zgjedhje të reja. Po jo 10-15 vet. Po shkon ajo. Nuk këta janë të motivuar politikisht. Po të shohim për shembull ata të cilët janë ngritur kundër Vučićit në Serbi është nga brenda e lëvizjen. Kjo është e stimuluar nga një forcë politike. Edhe ankesat tek ndërkombëtarët. Fitoria është aq e madhe, ti mund të kishe bë ankesë, po ishte punë pak votash, sa s'ka vlerë. Pastaj shteti shqiptar dhe partitë politike nuk e kanë pastruar terrenin nga infiltrimi i interesave të fqinjve tanë, që nuk e duan Shqipërinë të eci përpara. Edhe kjo nuk është sot, për shembull, e njohur. Është shumë e vjetër. Po kjo ka rrënjë, ka strategji që punojnë kundër popullit shqiptar.
3.000 serbi ke pas kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet që kanë marrë rrogën në Shqipëri. Po, kanë marrë rrogën 3.000 vetë. Shërbimeve sekrete jugoslave. Pse kur u hapen ato dyqanet, kujtohet që u hapen dyqanet, që hynim ne, shikoshim, bante këmisha 900 lek. Atëherë edhe nuk mund ta blenim një këmish. Ato dyqanet, si erdhen ato, si u pushtu Tirana, hyn brenda. Por ajo që duhet të them unë është që në rast se politika shqiptare, për të gjithë forcat politike dhe organet ligjpasuese e pastrojnë Shqipërinë nga terrenin shqiptar, nga këto infiltrime, të cilët janë edhe në media, janë bën publike, nuk i kam zbuluar. Janë bën publike, për shembull, ne mund të diskutojmë pak edhe për mediat. Po. Edhe mund të diskutojmë edhe për diasporën. Këto dy elemente janë shumë të rëndësishme për mendimin tim, që diaspora shqiptare u përqëdnu në këto votime. Ne do të luftojmë vetë, jemi faktor që ti imponohemi shtetit shqiptar dhe politikët shqiptare dhe jo ne të presim si para kishës me lutje kur po na jep lëmoshën. Edhe aq më tepër diaspora shqiptare në këtë mes, pavarësisht mënyrës organizimit, unë kam votuar, më duke rregull, po përgjithsisht pastaj nuk dihet se si shkojnë votat dhe është vetëm anë emocionale për adheun ose për kontributin që ke pasur lidhje me cilën parti. Fakti që në Shtetet e Bashkuara, nga që mund të ketë gati gjysmë milioni e më shumë shqiptar, vetëm sasia mjaft e pakt e votuesve, rreth 25.000, tregon që nuk ka prekur fushata elektorale interesat e diasporës. Po, shiko, për shembull, fushata elektorale e një partie politike nuk mund të fitohet duke kopjuar imazhet e tjera, duke vënë një kapele në kry. Po. Edhe ti thush vetes jam njëshi. Jam njëshi i ngjaj Trumpit. I ngjaj Trumpit. Po ne dim sot përbashkët ka Berisha me Trumpin. Po, me këto modele nuk shoh. Ju keni punuar, keni qenë dhe drejtues atje në radio, në agjencie, në gazeta, ke eksperiencë sigurisht, dhe njohim mirë afërsisht njëri tjetrin. Po si ka mundësi që media në Shqipëri, do të thonë, është transformuar komplet. Është larguar nga çdo rregull mediatik. Për shembull, u shkurtuan fustanet, humen zhandret. Ka hum lajmi, ka hum reportazhi, ka hum analiza. Për shembull, janë aq kompetent për politikën botërore, me thënë menja se këta njerëz janë përdit me liderit botëror, ose qëndrojnë në paradhomen e këtyre, edhe marrin disa gjoja, tash se ofendoj njëri, po paktën sa e shoh unë nga dritarja e shtetit demokratik në botë, si që bëjnë në botë, si për shembull, të them një shembull, ishte kjo demonstrata e Partisë Demokratike, dhe del gazetari aty dhe ban një koment, asnjë njeri nuk ishte aty, vetëm hekurat. Po si, çfarë gazetari je ti më vlla, që pavarësisht se ti mund ta mbështesësh një parti politike, nuk është krim as mëkat me mbështet një parti politike, si gazetar. Sa ashtu mund ta mendosh. Po ku ke njeriu që do të flasë, pse ke dal? Me fol me hekurat? Ose marrim anën tjetër. Si mund të marrësh për shembull Partia Demokratike, më vjen keq, e kupton se ndoshta nga studia juaj do thonë që Zefër Gega ka ardhur tashti ka ndryshuar, si zbanja 2-3 vet këtu që marrin të sekuencat vogla dhe gjoja me të etiketu si je socialist apo komunist. Mund të jesh çfarë dush më por. Ka mundësi për shembull ti je njeri. Në radhë parë ti je njeri, ta pranosh tjetrin, ta pranosh zotësinë e tjetrit, ta pranosh programin e tjetrit, ta pranosh fitorin e tjetrit, edhe të nxjerrësh mësimin që nesër ta rrezosh e ta marrësh me qenë se ke atë ego. Po si ka mundësi që të marrësh në propagandë një njeri që gjoje pasa qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe unë kam pa një video shumë interesante në Kosovë të atij njeriu që kishte vënë bashkë me një femën në një pru atje rrjedh ai proj,
kishin vend nga i gjethe për para, dhe femna ishte e paveshun, edhe ky i paveshun, edhe sot është në partinë, në shtabin kryesor të Partisë Demokratike, dhe ne themi, për shembull, me të drejtë kemi kritikuar dhe kritikoj edhe unë Edi Ramën, dhe kupton që ju thot njerë hapni videon e shikoni të video. Tashi, për një politikan nuk është fort mirë, po pse, rinia që banë sot? Nuk rri për ditë në... Jo, ka një indiferencë fakti nga publiku, nga njerëzit, nga zgjesit për këto zgjedhje. Më aktiv janë për të votu për Big Brother, se sa për të votu për të ardhmen e tyne. Edhe një gjë desha me të thanë, më falë, përsa i përket kësaj medjes. Pse s'ka një media kritike? Pse në shkencën shqiptare, në letërsinë shqiptare, në botimet shqiptare, nuk ka një media ose një organizëm kritik? Për shembull, kur kemi shkruar në kohën tonë, për çdo analizë në fund vitit, vinin 2 vetë, gjuhëtara, nuk e di kush çfarë ishin ata, dhe thonë, shiko, zë për Gega me datën kaq ke botuar një artikull kështu. Shiko, ti ke përdor një shprehje këtu që nuk është e drejtë. Ke përdor një zhargon këtu që nuk është i drejtë. Megjithëse gazeta ka botuar atë, po kjo nuk është i drejtë. Ku ka në median shqiptare, përveç në emisioni humoristik që i përdor kështu politikë? I përdor për qëllime. Po jo, më duhet një farë bazën, duhet një farë rregulli. Ma përpara për shkak nuk e ke botu dot një libër ti, në qoftë se nuk e pas 2 referenca. Si flet për shkak për një ngjarje historike, për një ngjarje diçka tjetër?